18 korrik. Mbreti i Perëndis. Pastaj Perëndia i tha Jakobit: Unë jam Perëndia i plot fuqishëm. Ti bëhu i frytshëm dhe shumëzohu. Një komb, madje një tërsi kombesh do të rrjedhin prej teje, dhe disa mbretër kanë për të dalë nga ijet e tua. Zanafilla 35:11. Libri i gjyqtarëve tregon historinë e izraelitëve në tokën e premtuar pas vdekjes së udhëheqësit të tyre, Josueut. Kjo është një histori dëshpëruese, sepse njerëzit shumë shpejt u rebeluan, duke filluar kështu një cikël që përsëritet në të gjithë librin. Së pari, njerëzit mëkatuan. Së dyti, Perëndia lejoi që ata të mposhteshin dhe të shtypeshin. Së treti, ata thirrën për ndihmë, dhe së katërti, Perëndia ndërhyri duke ngritur një gjykatës ose udhëheqës për t'i mundur armiqtë të Izraelit dhe për të rivendosur paqen në vend. Mirë po paqja nuk zgjati kurrë aq shumë përpara se sekuenca të përsëritej. Gjatë gjithë periudhës së gjyqtarëve, Izraeli ishte në kolaps, fetar, shoqëror, moral dhe ekonomik. Si reagim, njerëzit filluan të mendonin se jeta do të ishte shumë më e mirë nëse do të caktohej një mbret, ashtu siç Perëndia i kishte thënë Jakobit se do të ndodhte. Megjithatë, duke kërkuar që të ishin si kombet përreth tyre, ata e hodhën poshtë mbretërimin e Perëndisë, pikërisht atë që i bënte unik. Ata donin një monarki në vend të një teokracie, dhe në vend që të kërkonin një mbret që do të qeveriste nën autoritetin e Perëndisë dhe do t'i udhëhiqte në bindje ndaj sundimit të tij, ata po kërkonin një mbret që do të sundonte në vend të tij. Çuditërisht, pavarësisht nga mëkatshmëria e motiveve të izraelitëve, Perëndia e përmbushi kërkesën e tyre. Më pas, shumë mbretër erdhën në Izrael, por mbreti për të cilin kishin vërtet nevojë nuk erdhi asnjëherë. Ende pritej që të vinte dikush më i madh. Në një mënyrë që vetëm ai mund ta orkestronte, Perëndia e përdori kërkesën dritë shkurtër të popullit për të pasur një mbret si ata të kombeve të tjera, për të përmbushur qëllimin e tij përfundimtar, për një mbret që një ditë do t'i sundonte ato kombe. Përfundimisht, linja mbretërore e Izraelit do të kulmonte në Jezusin, mbretin që do të vinte, të cilin Perëndia e kishte premtuar. Një mbret për të cilin thuhet: skeptri nuk do t'i hiqet Judës, as bastuni i komandimit nga këmbët e tij, derisa të vijë Shilohu, dhe atij do t'i binden popujt. Zanafilla 49:10. Mbretëria e vërtet do të themelohej nga Mesia, i cili do të sundonte nën autoritetin e Perëndisë dhe do të ishte dhurata e tij supreme për një popull të padenj. Shihni sa e pamas është madhështia e Perëndisë, aq e pamas sa që ai është në gjendje për të përfshirë në qëllimet e tij edhe kërkesa të pamenda dhe motive të këqija. Perëndia është më i madh se zgjedhjet tona, madje edhe se gabimet tona. Ai është sovran mbi çdo hap të gabuar. Edhe pse ne, ashtu si Izraeli, mund të dështojmë ndonjëherë, mund t'i besojmë me siguri Perëndisë që t'i ka përcej dështimet tona, ndërsa përmbush qëllimet e tij. Sot, ne mund t'i bindemi me kënaqësi mbretit të tij në jetën tonë dhe jo të kërkojmë t'i shërbejmë dikujt ose diçkaje në vend të tij.